Përshëndetje, këtë herë përshëndetje për të gjithë miqtë e mi nga Shqipëria. Unë sapo mbërrita në Shqipëri, edhe kam ardhur ca ditë me familjen për të shijuar disa ditë vikendi, do me thënë disa ditë pushimi, dhe video do t'jenë jo profesionale, por në asnjë mënyrë duke u larguar nga përditshmëria e lajmeve që fliten lart e poshtë për vipat shqiptarë, për thashë themet. Dhe teksa po pi kafen e mëngjesit këtu në plazhin e bukur të Durrësit, preferova që të komentoj një emër, një personazh i cili përflitet shumë në median sociale. Do të ndaloja fillimisht tek Fero. Fero komentohet shumë për muzikën që bën, për hitet që po sjellën, për rikthimin e tij, domethënë, dhe ajo që në fakt është amendësimi më i madh që flitet është që Feroja do t'jetë pjesë e Big Brother VIP Albania, do me thënë një format i cili pritet të startojë së shpejti. A do t'jetë Feroja një zëvendësim i gjestit, në qoftë se do t'ishte pjesë e këtij formatit? Besoj që do t'njohim një personazh shumë interesant, do t'njohim një djalë fantastik, do t'njohim një djalë pozitiv, do t'njohim një djalë energjik, dhe mendoj që do t'na tërheqë vëmendjen të gjithë neve. Dua të marr mendimin tuaj për këtë situatë, domethënë që përflitet lart e poshtë që Fero do të jetë pjesë e shtëpisë më të famshme të shqiptarëve. Për mendimin tim do të ishte një zgjedhje interesante. Feroja ka shumë histori për të treguar, duke u bazuar që Big Brother bazohet në histori, bazohet në rrëfime, dhe besoj që do të ishte shumë interesante dhe do të ishte tepër e qelluar.